Pavarësisht se është përfshirë në një skandal të vjedhjes së 7 milion dollarëve dhe me 8 punonjës të arrestuar, Banka e Shqipërisë vijon aktivitetin e saj normal, duke mos harruar të respektojë festat. Në faqen e Bankës së Shqipërisë në internet, dje u njoftua shpallja e një konkursi vizatimi për realizimin e monedhave numizmatike, ndërkohë gazeta shqiptare publikon detaje në kategorinë njoftime për tendera të Bankës së Shqipërisë ku kërkohet të blihen perde dhe grila për kompleksin e ri të Bankës së Shqipërisë në vlerën 14.9 milion lekë të reja apo rreth 150.000 dollar. Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurorimit, furnizim dhe vendosje mbrojtëse nga dielli, grila Roman dhe perde për kompleksin e ri të Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar të marrin pjesë në procedurën e prokurorimit tender i hapur kombëtar për realizimin e objektit të prokurorimit si më sipër me fond limit 14.994.000 lekë, thuhet në njoftimin e Bankës së Shqipërisë. Kompleksi i ri i Bankës së Shqipërisë pranë sheshit Skënderbej aktualisht është në rikonstruksion. Në faqen e Bankës së Shqipërisë në internet mund të gjesh gjithashtu njoftime për shpallje tenderi për UPS, bateri, skaner, sistem radio ndërlidhjeje e të tjerë. Në vitin 2010, Banka e Shqipërisë bleu ish Hotel Dajtin me prokurorim të drejt për drejt me vlerë 4.1 miliard lekë. Pavarësisht se ka transferuar aty disa zyra, godina ish Hotel Dajtit ka mbetur rënoj dhe nuk është ende tërësisht funksionale.